Kësaj, buka me lëvizje vetëvendosje qeverisje do të jetë 5 cent më e lirë. Po ashtu edhe mielli do të jetë 5 cent më i lirë. Sheqeri do të jetë 10 cent më i lirë. Qushti do të jetë 13 cent më i lirë. Vaji do të jetë 17 cent më i lirë. Dhe shporta e konsumatorit kosovar nuk do të jetë më e lehtë për nga pesha, por do të jetë më e lirë për nga çmimi. E dëgjut çka tha ky mashtruesi. Kjo është kësi mashtruesi as nuk të ka pas syni, as nuk të ka dëgju veshe. 5 cent e ka mos zbrit çmimi i bukës. Shporta konsumatorit ku me konë ma e ranë, po ku me pëshu ma letë. Folirant. Edhe keset me parën e ka bon mandatin e ti. E s'po flasëm ma që pej 25 cent e ka pru bukën 40 cent, e diku 50 cent. E s'po flasëm ma për litrën e vajit që e ka bo €1.70, €1.75, s'po flasëm për sheqer. E s'po flasëm ma për gjana që ku po mashtruesi që ishe konë bre. Edhe prapo qutja dhat 40 kusur %. Po çfarë ishëm konë bre.